Dhe ne duhet të synojmë ata që konsumojnë shumë. Dhe agroturizmat mund të bëhen si thosh transformuesit edhe në këtë drejtim, duke rritur cilësinë e shërbimit në radhë parë, duke mbajtur një ekuilibër me çmimet e dyta. Shumë kush në industrinë e turizmit sot në Shqipëri nuk e kupton, të paktën po të shohësh listën e çmimeve. Nuk është se unë po ju vën diskutim me inteligjencën, po të shikosh listën e çmimeve në shumë pika në Shqipëri, duke filluar nga Vlora që është fenomen në këtë rast, dhe shikon investimin, ti mendon që ky njeriu që ka bërë gjithë investimin nuk e kupton se çfarë i bën investimit vet me listën e çmimeve që të vë përpara. I ndërpret të ardhmen duke bërë lista, menura ose tabelën e çmimeve të dhomave me atë urinë për të fituar sot edhe atë që do fitosh nesër, faktikisht ti bën varëmisin e investimit tënd. Është një tragjedi që i ka ndodhur jo pak vendeve